Përshëndetje, jemi në podcast, jemi në radar, me ne është bashkuar inxhinieri ushtarak, njëherazi po ashtu edhe drejtor në të kaluarën në laboratorin kimik, gjithashtu pedagog në disa universitete si shtetërore ashtu edhe private. Faleminderit shumë zoti Memush Habilaj që jeni bashkuar me ne. Edhe unë ju falenderoj për ftesën dhe bashkëpunimin ndërmjet nesh. Neve kemi një luftë aktive, më saktë janë disa vatra që janë të përhapura nëpër botë, por tashmë është një vatër që është më e nxehta, siç është edhe në lindjen e mesme. Besoj që e keni ndjekur me interes të gjitha luftimet që janë zhvilluar në frontin mes Izraelit, SBA-s dhe Iranit. Si e shikoni ju? Si po e shikoni këto luftime? Po, si gjithë të tjerët edhe unë jam në korrent të zhvillimit të luftimeve që po ndodhin në lindjen e mesme, ndërmjet Iranit në njëri krah dhe Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit si dhe aleatëve të tyre në krahun tjetër. Kjo luftë po hyn në javën e tretë të zhvillimit të saj dhe vazhdon. Zhvillimi i atyre operacioneve që u etiketuan në fillim si Epic Fury për Amerikanët dhe Lions Roar për Izraelitët. Deri tani, sipas të dhënave të publikuara, ka një numër të madh viktimash në drejtim të Iranit. Dje janë njoftuar për rreth 1400 të vrarë dhe mbi 15.000 të plagosur në Iran. Ndërsa tek aleatët, tek forci të Hezbollahu në Liban, ka gjithashtu një numër të madh viktimash deri në 850 të vrarë nga qytetarët libanezë dhe anëtarët e Hezbollahu. Ndërsa nga palët e tjera, pala tjetër, Amerikanë, Izraelitë dhe aleatët e tyre, në lindjen e mesme, numri i viktimave është i vogël. Flitet për rreth deri 50 veta të humbur nga kjo palë, nga të cilët rreth 11 ushtarë janë amerikanë. Numri i plagosurve ka kaluar mbi 2500 vetë, por në përgjithësi janë të plagosur pa probleme, të plagosur lehtë. Shkatërimet në Iran dhe në disa pika në Izrael janë të mëdha. Kundërpërgjigja e Iranit ka qenë menjëhershme dhe rrufeshme duke lëshuar raketa balistike të disa llojeve mbi Izrael dhe mbi aleatët, duke përfshirë të gjithë shtetet e Lirit Persik që ju bashkuan aleancës Izrael-Amerikë. Në fillim pati një reagim shumë të fuqishëm nga ana e Iranit me një lëshim shumë të madh. Raketash mbi 200 sot, kryesisht raketa balistike, të cilat u neutralizuar nga mbrojtja kundërajrore Iron e Izraelit. Mbi 90% e raketave janë azgjësuar në ajër. Dhe rezultati i tyre është i pa rëndësishëm mbi amerikanët, izraelitët dhe aleatët e tyre. Kryesisht dëme materiale dhe pak viktima. Vazhdon lufta me intensitet, por ditët e fundit reagimi i Iranit ka ardhur duke u dobësuar. Numri i raketave balistike tek i cili ai bazon dhe shpreson për të arritur rezultate nga kjo luftë ka ardhur vazhdimisht duke u zvogëluar. Natyrisht dhe numri që ka në dispozicion Irani nuk është i pafundëm dhe një ditë do të mbarojë. Qartë, zoti Habilaj, për të krahasuar municionet luftarake të dyja paleve, të dyja kampeve, duke qenë se ju e prekët paksa tashmë në fund, krahasojnë dot
janë të rivalizueshme sa i takon municioneve të gjithë kapaciteteve ushtarake që kanë këto dy shtete, ose të paktën 3 shtete që janë përfshira, apo Irani dukshëm është më pak favorizues? Në këto momente kemi një luftë asimetrike, e përcaktuar shumë nga forcat dhe mjetet që kanë bënë në angazhim të dy palët. Irani e bazon forcën e tij kryesisht tek arsenali raketor, tek i cili ka shpresa për të mbajtur gjatë luftën, ndërsa anë të tjera i ka të pakrahasueshme dobët në lidhje me amerikanët dhe izraelitët. Ushtrinë e rregullt që Arteshi, se ai ka dy ushtri në Iran. Një që është Arteshi, ushtria klasike, e cila në përgjithësi nuk vlerësohet si ushtri, është në përgjithësi ka qenë e paaftë për të kryer detyrat e saj. Dhe pjesa tjetër është garda revolucionare që ata shpresojnë dhe i bëjnë shumë propagandë kësaj garde revolucionare islamike të Iranit, tek e cila regjimi ekzistues ka shpresa të veçanta. Vetëm kjo i ka ngel dhe arsenali raketor. Mbrojtja kundërërore është e papërfillshme. Flota detare është e papërfillshme dhe shumica e flotës luftarake detare të Iranit praktikisht është azgjësuar. Aviacioni është jashtë lojë komplet, ka aviacion të vjetëruar, kryesisht MiG-29 dhe pilot pa përvojë në drejtimin e tyre, kështu që aviacionin e ka inekzistent. Në krahun tjetër kemi një aviacion fuqishëm të amerikanëve, i cili dihet që është sot për sot më i miri në botë. Amerika disponon në total 13.000 aeroplan modern, pa llogaritur disa mijëra të tjera që përdoren për stabilite furnizim transporti e tjetër. Nga këta që kryesisht F-35, F-16 e tjerë që po përdoren aktualisht sot në konfliktin me Iranin. Aviacioni amerikan është shumë i avancuar dhe Pentagoni ka angazhuar në këtë operacion rreth 600 aeroplan. Po kaq aeroplan ka edhe Izraeli. Rreth 600 aeroplan ka hedhur në skenën e luftimit dhe edhe Izraeli ka të gjithë aviacionin modern. Përveç kësaj, Amerika dhe Izraeli mbështeten nga një flotë jashtëzakonisht e fuqishme, sidomos flota amerikane që ndodhet në Oqeanin Indian, është shumë e fuqishme dhe flota iraniane është jashtëzakonisht e dobët përpara kësaj flote. Ka angazhuar deri tani po shkon aeroplan mbalësie 3, ndodhen 3 aeroplan mbalësie dhe me gjithë flotën shoqëruese që siguron lëvizjen dhe operacionet e këtyre aeroplan mbalësve. Përveç kësaj, ushtria amerikane dhe izraelite karakterizohen nga një inteligjencë e nivelit të lartë, nga një inteligjencë e përsosur, duke patur parasysh në termin inteligjencën njerëzore, domethënë aftësinë për të marrë informacion për të gjithë operacionet që duhen dhe inteligjencë teknologjike që pasqyrohet në të gjitha veprimet e mjeteve që përdoren në fushën e luftimit. Inteligjencën kibernetike, inteligjencën satelitore dhe të gjithë pjesët e tjera që i japi një avantazh të veçantë Amerikës dhe Izraelit në këtë operacion. Goditjet filluan dhe dhanë rezultatin e tyre menjëhershëm, por vazhdojnë me intensitet mbi objektet kryesore të ushtrisë, të shtetit dhe kryesisht mbi bazat e raketave
dhe bazat e gardës revolucionare të Iranit. Garda tani më duket është e mobilizuar komplet, edhe ka një organik deri në 300.000 veta, e ndarë pak a shumë në 2 pjesë, ku gjysma përbëhet nga forcat toksore, rreth 150.000 vetë, ku përfshihen rezervistët dhe vullnetarët, asijet, që i thonë ata, dhe komandat e tjera që përfshin aviacionin e gardës, flotën e gardës, dhe forcat speciale Quds, që ndërmjet të tjerave kanë në mbrojtje edhe një sektor të veçantë që kujdeset për mbrojtjen e industrisë së pasurimit të uraniumit. Garda është bërë një problem i bezdisshëm për të gjithë botën, sepse është njësia që mbështet të gjitha organizatat terroriste, Hezbollahu, Hamasi, Houthi, e të gjitha këto organizatat të shpërndara, jo vetëm në linjën e mesme, por me të gjitha që ndodhen në shumë vende të botës. Dhe është përcaktuar si njësi terroriste nga të gjitha instancët ndërkombëtare. Evropa përfundimisht në janar, 22 janar më duket të këtij viti, e shpalli gardën e Iranit si institucion terrorist. Ndërsa Shtetet Bashkuara kanë kohë që kanë shpallur të tillë këtë njësi. Kjo merret, se po e zgjas pak këtë informacionin për gardën. Garda është, si të thuash, leva kryesore që mbështet regjimin. Dhe përfshihet në të gjithë veprimtarinë politike të vendit, të gjithë veprim ushtarake dhe problemet ekonomike, merret dhe me zgjedhjet e niveleve të ndryshme. Pra, gjithë jeta e brendshme e vendit drejtohet nga garda revolucionare. Kjo garda, ashtu si edhe në raste të tjera, garda Saddam Huseinit, e të tjerë që kanë qenë karakteristike për këto diktaturat e vendeve muslimane, është një gardë më tepër për propagandë, sepse Saddam Husseini për shembull kishte një gardë të tillë të jashtme, një fotokopi të kësaj që është sot kjo garda revolucionare e Iranit, e cila kishte një organik deri në 240.000 veta dhe mburresh dhe reklamonte se do shkatronte Amerikën, NATO-n e tjerë dhe çdo agresor që do të kërcënonte Irakun. Po kur erdhi puna, kjo garda kapitulloi për 2 orë, sapo zbriti një grup desantësh amerikan në Irak, garda nuk shtiu asnjë fishek dhe u dorëzua. Kështu që janë garda për të shtypur vendin nga brenda, por të paafta për të bërë ndonjë veprim për të cilën këto janë përgatitur gjoja dhe do të përballojnë dhe do asojnë agresorit që do t'i vjen në qartë. Kështu që gardë është brenda, ajo ka shtypur aty të gjithë këto demonstratat që janë bërë kohët e fundit, viktimat e popullit që ka dalë në demonstrat, janë shkaktuar nga kjo njësi. Dhe në opinionin e jashtëm, kjo ka marrë një namë të keq si njësi terroriste. Me këtë mburret edhe i bëhet shumë propagandë edhe në televizionet e tjera, por kjo gardë e cila që përflitet se mund të jetë një njësi shumë e fuqishme, ajo në rastin e parë mjafton sikur të vej puna që të zbarkojë një njësi amerikane, kjo do kapitullojë mirë. Shpresat e regjimi i mbante kjo gardë, por unë nuk kam ndonjë siguri që kjo mundet të sakrifikohet për të mbrojtur regjimin. Ajo ka qenë afta aty për të shtypur për të bërë reprezaljet e brendshme. Kështu që Irani i ngelen 2
drejtime kryesore. Një arsenali raketor, i cili po konsumohet vazhdimisht, dhe garda e brendshme. Nuk ka më, domethënë, burime të tjera të fuqishme për të përballuar agresionin e organizuar nga Izraeli dhe Amerika. Kështu që bilanci është i pakrahasueshëm, dihet dhe përfundimi se kush do të fitojë në të mes, dihet që Amerika dhe aleatët e vet do të arrijnë përfundimin që kanë llogaritur. Qartë, zoti Habilaj, si e shikon perspektivën e kësaj lufte? Dihet që territori i Iranit ka shumë tunele të fshehura, por a ka kapacitet ushtarak SBA-ja për t'i goditur ato, dhe me mbylljen e kanalit të Hormuzit mendoni që do të jetë e largët dita që mund të ketë paqe mes këtyre vendeve? Vazhdon goditja me intensitet nga ana amerikane dhe izraelite. Objektet janë të caktuara, të llogaritura dhe të goditura eksakt. Nuk ka akoma goditje masive nga aviacioni amerikan dhe izraelit. Domethënë, lufta vazhdon, si të thuash, me një farë rezerve nga të dy palët. Dhe puna është që një vazhdim i këtij presioni do të çojë patjetër në lëkundjen e vijës politike të Iranit. Nëse kjo nuk do ndodhi, atëherë do të kemi realizime të tjera. Amerikanët kanë llogaritur që fushata ajrore do të vazhdojë deri në 4 javë nga palë amerikane, për shumë arsye. Fushata ka një kosto shumë të lartë, që në ditët e fillimit kosto ka qenë mbi $1 miliard për amerikanë. Dhe tani po tenton, se po shtohen numri i avionëve, numri i njerëzve të angazhuar në këto punë e veprime të tjera, po tenton në $2 miliard në ditë. Dhe zgjatja është në dobi të Iranit, zgjatja e luftës. Irani do një luftë të zgjatur, ku të mbërthehet Amerika dhe Izraeli në një luftë ku nuk ndahen dot, dhe të detyrohet që Amerika të ndërhyjë me një operacion toksor. Por është e llogaritur që nuk do të ketë operacion toksor. Nuk do të ketë forca toksore, sepse është parashikuar vetëm presioni i luftës ajrore. Lufta ajrore harxhon sa para më shumë, por agresori i ruan viktim, nuk ka viktima. Domethënë është një luftë komode, luftë e pastër, shkojnë avionët, hedhin bomba dhe ikin kaq, bëhen harxhimet e nevojshme dhe dëmtimet nga ana e sulmuesit janë minimale. Kjo i intereson qoftë Amerikës, qoftë Izraelit. Irani e ka zgjedhur këtë rrugë në krah të kundërt, duke përdorur raketat. E vetmja gjë që son Irani është shkatërimi nga aviacioni dhe viktimat që kryesisht janë të popullsisë. Dhe Irani kërkon që ta zgjasë këtë luftë sa më tepër. Amerikanëve nuk i intereson zgjatja e luftës, prandaj ata kanë planifikuar deri në 4 javë sulmie të pandërprerë. Në qoftë se gjatë 4 javëve nuk do të arrihet një konkluzion përfundimtar, këtë detyrë do ta vazhdojë vetëm Izraeli me mbështetjen e amerikanëve për ta mbajtur në tension të vazhdueshëm qeverinë, regjimin e Iranit. Derisa të gjendet një moment ku regjimi i Iranit të detyrojë të ulet në bisedime për të gjetur një zgjidhje, sepse lufta nuk mund të vazhdojë pafund. Lufta ajrore do të japi rezultatet e veta, po mundet që të mos arrijë në një përfundim. Atëherë ngelen 2 variante i Iranit, ose të detyrohet të hyjë në
bisedimit të formave të ndryshme për realizuar një armëpushim. Dhe duke filluar bizetimet mund të arrijë në përfundime të pranueshme për të dy palët dhe të mbyllet. Ose Irani ka planin tjetër që ta kaloj luftën, tani është në një luftë rajonale, ta kaloj në një luftë të zgjeruar rajonale, që mundësisht të përfshijë shtetet e tjera, dhe kjo përbën një nga gabimet e politikës së Teheranit. Për shembull, po provokohet vazhdimisht Turqia, është lëshuar raketa e tretë në drejtim të Turqisë, dhe ngacmimi i vazhdueshëm i Turqisë mund të çojë në tërheqjen e Turqisë në këtë valle. Por i kam bërë llogarit gabim, sepse futja e Turqisë do të thotë edhe futja e NATO-s në mbështetje të sulmit amerikano-izraeli. Kështu që po u fut Turqia përveç kësaj, ndoshta nuk ka nevojë për asnjë shtet tjetër për ta mbështetur, sepse është vetë një shtet i fuqishëm, është aleati i dytë i fuqishëm në NATO pas Amerikës. Kjo i bën një pikpyetje të madhe ekzistencës së regjimit të Teheranit, në qoftë do provokojë ta kalojë në luftë të zgjeruar rajonale. Do të mund përfshijë dhe ndonjë shtet tjetër. Në fundit, Kinën për shembull? Kina, Rusia, duke qenë aleat të Iranit, i bëjnë vetëm mbështetje, si të thuash, politike, ndonjë ndihmë ekonomike të vogël të parëndësishme, dhe roli i këtyre do të jetë kryesisht në fushën diplomatike. Kina ka interesat e veta, prandaj është bërë dhe aleat me Iranin, ka një furnizim të vazhdueshëm me naftë nga Irani, dhe jo vetëm Kina, po edhe India, edhe Japonia po ashtu merr një pjesë të madhe nga të naftës nga Irani. Të gjithë këto vende tani do bëjnë presion diplomatik për të ulur, për të gjetur një zgjidhje paqësore ndërmjet palëve ndërluftuese. Roli i këtyre, Rusi, Kinë, Indi, Japoni, edhe disa nga ata shtetet e Gjirit Persik që janë përfshirë tani në presionin e goditje dhe Iranit, të gjithë këto janë të interesuar për të gjetur një zgjidhje paqësore ndërmjet palëve ndërluftuese. Kështu që Irani tani mundësinë e pasurimit të arsenalit të raketave ka të vogël, ai është në gjendje të provojë 20 deri 30 raketa në 24 orë. Dhe në fakt, këto ditë numri i raketave të lëshuara nga Irani nuk i ka kaluar 30 sopët. Siç duket, ai ka ardhur në atë moment që ai sa prodhon, ai lëshon. Dhe me kaq ai nuk ka praktikisht asnjë rezultat, sepse ne po e shohim në Izrael po prishen ca anesa, apo në këto vend, në Kuwait, kudo që ka dhënë goditje, janë prishur vetëm anesa dhe disa njerëz të plagosur lart e poshtë. Po kjo nuk i do të son fare kundërshtarët e Iranit. Kështu që është një luftë pa llogaritur keq nga ana e Iranit. Dhe detyrimisht ky potencial raketash do përfundojë. Atëherë nuk ka rrugë tjetër, vetëm nëse hedh në një moment të caktuar një sasi të caktuar të madhe raketash mbi ndonjëri nga qytetet kryesore që do të jetë thjesht një masakër, atëherë amerikanët kanë një plan në rezervë në këtë drejtim, që nëse regjimi i Iranit nuk gjen rrugë për bisedime, do të ketë një sulm masiv ajror mbi qendrat e banuara, mbi zonat industriale, mbi bazat e
gardës revolucionare dhe mbi të gjitha bazat e rëndësishme nëntoksore të Iranit. Ky sulm masiv, i cili është rezervë, nuk është akoma shtruar për diskutim, do ta gjunjëzoj patjetër Irani. Dhe aventurat e Iranit tani, duke kërkuar të provokojë të zgjerojë luftën në drejtime të ndryshme, mund të çojë në të përfundim. Por në fund të fundit, do që ndodhi, politika ndërkombëtare, duke filluar nga OKB-ja, e cila në fillim nuk pati asnjë reagim ndaj këtij agresioni, Kina, Rusia, India, Egjipti dhe disa shtete të tjerë që janë të interesuar që ta frenojnë dhe mos ta zgjerojnë konfliktin dhe ta çojnë drejt një zgjidhje paqësore. Ndryshe, zgjatja tani do të sjellë probleme të tjera dhe kryesisht do të ketë impakt të rëndësishëm mbi ekonominë botërore, sepse vështirësimi i furnizimit me karburant do të çojë patjetër në një krizë energjetike ku kryesisht do preken vendet e Evropës dhe indirekt dhe të tjerë, dhe ato vende që janë aty që bazohen thjesht në industrinë e naftës, dhe në këto momente e kanë ulur prodhimin, kanë ndërprerë, janë larguar specialistët e të tjera, dhe do të krijojnë patjetër një stagnacion ekonomik në të gjithë zonën aty, dhe kjo do vazhdojë zinxhir edhe në vendet e tjera. Kështu që Amerika është interesuar për një luftë të shpejtë, një mbyllje të shpejtë. Irani është interesuar për një luftë të zgjatur, në shpresën që secili të arrijë në ato përfundime që mendon vetë. Zoti Abila, sa rrezikuar është Shqipëria, duke qenë se ne kemi një kamp të mujahedinëve të vendosur në Manz, e po ashtu është parë si një nga target kryesor për të pasur një sulm iranian së fundmi. Kemi një kapacitete mbrojtëse, bunkere që kemi pasur dikur, tunelet, a janë të përdorshme, duke qenë se ju jeni një inxhinier ushtarak. Ishte inxhinier më saktë. Shqipëria në anë të parë ndodhet larg rajonit të luftimit. Jemi më tepër se 2000 kilometra larg. Dhe Irani teorikisht e praktikisht nuk ka asnjë interes që të merret me ne. Nuk ka absolutisht asnjë zgjidhje dhe nuk ka arsye që lëshoj raketa në drejtimin tonë. E para. Ne vetë nuk kemi asnjë sistem mbrojtës. Por raketa që do vinë në Shqipëri ose në përgjithësi në Ballkan do të kalojnë nga Turqia, se s'ka rrugë tjetër. Dhe ato do priken, do azgjesohen në rrugës, sepse në Turqi është dhe një bazë e fuqishme amerikane atje antiraketore, e cila është kjo që ka azgjesuar këto raketa që janë hedhur për provokim, ose pa dasje, ose në mënyrë aksidentale që janë drejtuar për në Turqi. Kështu që, domethënë, pasioni i parë për neve është Turqia, e cila ndodhet është komshine Irani dhe nëse do ketë ndonjë diçka nga neve do kalojë nga Turqia. E dyta, ne vetë përsëris që nuk kemi asnjë sistem mbrojtjes, ne nuk kemi as radar, as sistem antiraket. Jo vetëm ne, por në Ballkan nuk ka, dhe NATO ka përcaktuar që bazat e mbrojtjes antiraketore janë për NATO, për krahun juglindor, janë në Rumani dhe në Italinë perëndimore. Këto dyja janë larg nga ne dhe nuk mendoj që të na sigurojë ne një mbrojtje antiraketore nëse do të vinë puna. Por unë them që nuk ka asnjë arsye që Irani të ndërmarrë një agresion kundër nesh në formë ushtarake. Opozita që ndodhet këtu është në përgjithësi një opozitë e vogël dhe nuk ngre shumë peshë për Iranin. Se këtu më duket janë rreth 3000 veta
Mujahidin të ardhur. Ata janë kryesisht një opozitë e vogël fetare dhe me pikpamje të ndryshme, megjithatë nuk shihet si një rrezik kjo opozitë. Domethënë ky përqendrim iranian në Shqipëri. Por Irani ka rrugë të tjera për të na dëmtuar ne në forma të ndryshme. Një është rruga e spionazhit, të cilën ai e ka aplikuar dhe herë të tjera dhe qoftë spionazhin e zakonshëm, njerëzor për mbledhur informacione, qoftë për neve, qoftë për NATO-n e të tjera mekanizmat e marrëdhënies që kemi ne me NATO-n, që kemi që nuk kemi këtu, i merr nëpërmjet informatorëve që kanë në Shqipëri. Problem tjetër që zhvillon Irani kundra nesh është lufta kibernetike, domethënë duke bërë ndërhyrje në sistemet elektronike që është vërtetuar që ka ndodhur. Që ndërhyn qoftë për të marrë informacione të ndryshme nga sistemet tona inteligjente, por edhe për të kryer provokime në këtë formë. Domethënë përgatit terren për provokim në rrugët e inteligjencës teknike. Megjithatë, përveç kësaj, Irani nuk ndalet me këtë, sepse ka dhe njerëz që janë simpatizantë të Iranit dhe që angazhohen për të mbledhur, për të rekrutuar vullnetare për t'i çuar në Iran atje t'i bëjnë antar të asaja gardës së famshme të Iranit. Këta vullnetarë që quhen basi, rekrutuar andaj këtej. Nuk është për t'u habitur kjo se nga Shqipëria vajten rreth 200 vullnetarë shkuan në Siri që u rekrutuan këtu, shkuan, luftuan një pjesë, ngelën ande një pjesë u rikthyen pas luftimeve të tjera. Prandaj nuk duhet të habitemi që mund të rekrutohen njerëz për qëllime të caktuara, qoftë për zhvillim spionazhi, qoftë edhe për rekrutim si vullnetar. Dhe të përgatisin të thuash njësi të tilla që shërbejnë për akte terroriste. Këtë punë e bën Irani dhe kjo nuk i koson shumë atij se sa të merret me raketa kundra nesh. Nuk është puna që ne do ndodhemi papritur përballë Iranit me një sulm raketor. Puna është që vendi jon është i çarmatosur në të gjitha drejtimet dhe do thashë mbrojtja jon kundërrore është inekzistente. Zotë Habilaj, po tanqet që ne kemi pasur dikur, por bunkerët, po tunelet nëntokësore, parkingjet që janë tashme në pallatet e reja, na mbrojnë nga sulmet raketore të mundshme, budrumet e pallateve. Si e shikoni? Po fillojmë me bunkeret janë ndërtuar në gjatë viteve 70-80. Ata janë të aftë të përballojnë çdo goditje. Janë llogaritur nga bombardimet masive, nga artilleria, nga aviacioni dhe për mbrojtje nga armat bërthamore. Po ata janë lënë pasdore një herë. Në shumicën e rasteve nuk funksionojnë, duhen pastruar, duhen rregulluar etj. Dhe kjo është puna që duhet bëri shteti për ti mirëmarrë, ose ato e kanë vlerën e tyre në çdo lloj kohe të lufte. Shumica e tuneleve janë okupuar në forma të ndryshme, janë bërë depo, magazina, biznese të ndryshme dhe për t'i rikthyer ato në funksionin për të cilët janë ndërtuar, duhet një farë kohe. Dhe këto duhet të jenë gati, jo sepse ekziston sot ky problem me Iranin, edhe dolën në skenë lufta me raketa,
por ato duhen mbajtur për çdo kohë, sepse nuk i dihet në një moment të caktuar mund të ndodhë një problem në Ballkan apo mund të përfshihemi dashje apo dashje në këto drejtim. Këtë punë e bën çdo shtet serioz. Ka një sasi të caktuar fondesh, njerëzish, mjetesh në dispozicion të mbrojtjes. Dhe e shikoj që kjo këtu është lënë krejt pasdore, sepse nuk shohim asnjë veprimtari në interes të mbrojtjes. Mbrojtja jonë është ka të mbisur një 3-4 mijë ushtarë, që quhen ushtarë vullnetar, dhe e kemi fjetur mendjen sepse jemi të mbrojtur nga ombrella e NATO-s dhe kryesisht e Amerikës, dhe kjo e ka bërë që të çarmatoset edhe në mendje, edhe në opinione, edhe në praktik, në anën materiale. Domethënë ne jemi komplet të çarmatosur në këtë drejtim. Por ne s'duhet ta humbim vigjilencën, ashtu si duhet të jemi të kujdesshëm ndaj veprimtarisë së spionazhit njerëzor dhe kibernetik të Iranit, ose nëse praktikohet mund të dalë një shtet tjetër si puna e Iranit që të na bjerë në qafë. Dhe inteligjenca jonë duhet të jetë e kujdesshme në gjurmimin e të gjitha forcave antikombëtare që mund të veprojnë në një moment të caktuar kundra nesh. Zoti Habilaj, me aq sa ju e njihni artin e luftës, a jemi futur në një luftë të tretë botërore ose jemi në hapët e parë drejt saj? Jo, kjo është dikush, ta thëmë edhe Irani mund të ketë qejf aty që të përzijej sa më shumë shtete në këtë drejtim. Kjo është një luftë rajonale. Domethënë, luftra mund t'i klasifikojmë kështu pak a shumë, një luftë lokale ku dy shtete kacafyten me njëri tjetrin, një luftë rajonale ku përzihen disa shtete aty për interesa të ndryshme të caktuara, ndërsa kjo mund të përfundojë në atë që thashun që të vejë në atë që ta quajmë luftë të zgjeruar rajonale, ku praktikisht sot janë 10 shtete të angazhuara, mund të hiqen dhe të tjera. Tërheqja e shteteve të tjera të çojë në zgjerimin e kësaj, por do ngelet përsëri luftë lokale në lindjen e mesme. Nuk ka interes asnjë nga këta pjesëmarrësit që konflikti të marrë formë botërore. Absolutisht jo. Nuk ka asnjë shans, asnjë mundësi dhe asnjë përgatitje në këtë drejtim. Gjithçka do frenohet aty. Pavarësisht se sa do zgjasi, do frenohet, do mbyllet aty. Do mbyllet për shumë arsye. Domethënë, ekonomike, politike, financiare e të gjitha me radhë do të zgjidhet. Duke filluar nga Amerika, nuk ka interes Amerika të zgjasë një luftë e ta çojë probleme të tjera, sepse puna e parë do ketë probleme politike brenda Amerikës. Pastaj shumë shtete që unë i përmenda janë të interesuar ta frenojnë luftën, këtë luftë, dhe tentativat po bëhen. Ata vendet e gjirit janë duke bërë sondazhe për ulje në bisedime, pavarësisht që deklarojnë që asnjëri nuk po merr përsipër që të thotë që jemi duke bërë bisedime, por bisedimet bëhen në tavolinë, kuptohet, në mënyrë të fshehtë për të gjetur gjuhën e përbashkët për ta ndaluar agresionin. Natyrisht do vihen ca kushte për palët që pasojë Izraeli mos ketë ndërhyrje provokative mbi Iranin, por Irani duhet të çarmatosë ato policit proxy, Hezbollahun e të tjera me radhë që provokojnë vazhdimisht konflikte me Izraelin, njëkohësisht të montojë dhe sistemin raketor, ato kushte që i kanë shtuar në bisedime dhe nuk u zgjidhen gjatë këtij viti që mbas luftës së qershorit të vitit kaluar. Deri tani vazhduan bisedime, por pa rezultat. Kështu që lufta nuk zgjerohet përtej një lufte rajonale të zgjeruar. Kjo do të ngelet këtu, nuk shkon, nuk ka asnjë mundësi dhe asnjë nga shtetet
e mëdha nuk janë të interesuar për të hapur konfliktin tej rajonit të lindjes mesme. Kështu që kjo për mua është e mbyllur këtu. Sa do zgjasit faktën si ka. Qartë. Zot Abile, faleminderit shumë që ishit me ne në këtë hapësirë, faleminderit shumë për analizën tuaj të zgjeruar dhe faleminderit shumë që na dhat informacione lidhur me bunkerët dhe sigurinë e Shqipërisë, sa i takon të gjithë asaj kërcënimi që lidhet me linjën e mesme dhe që Irani shpeshherë i ka bërë në mënyrë direkte dhe indirekte e vendit tonë. Faleminderit shumë.